Pra më herët në një lidhje të drejtë për drejtë ishim me zotrin Nexhmedin Gruda nga komuna e Drenasit, i cili tha se situata duket të jetë më në kontroll në këto orët e pasditës nëse flasim për dëmet që ka shkaktuar shiu këto ditëve të fundit, sidomos në ditën e sotme, ku shiu ka vazhduar pothuajse gjatë gjithë natës edhe në orët e para të ditës. Pra vërshime të shumta kanë ndodhur në tërë vendin për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut, e një nga komunat më të prekura është edhe komuna e Rahovecit. Nga pamjet të cilat janë ndarë përmes mediave apo edhe platformave online, shihet se uji kalon afër shtëpive në Rat Kos të Rahovecit duke blokuar rrugën. Pra vërshimet kanë shkaktuar shqetësim tek banorët e kësaj komune. Kryetari i komunës Smail Atipi ka njoftuar se bashkë me ekipet komunale, shërbimet emergjente dhe kompanitë private kanë dalë në terren që nga orët e hershme të mëngjesit për të përballuar situatën edhe për të minimizuar pasojat për qytetarët, duke vepruar me prioritet aty ku gjendja ka qenë më e rënduar. Tani në lidhje të drejtë për drejtë kemi kryetarin e kësaj komune, zotrin Latifi, me cilin do të flasim për situatën atje. Mirëmbrëma, përshëndetje, zotri Latifi. Po dëgjon? Nëse po më dëgjon, zotri Latifi, si është gjendja aktuale në komunën e Rahovecit? Tash për tash është stabilizuar gjendja. Në paraditën e hershme, në orët e hershme të mëngjesit, në paraditën ka qenë situatë jashtëzakonisht e ngarkuar. Ka pas përmbytje toka bujqësore, ka pas janë prekur edhe zonat e banuara, sidomos Fortesa, Rat Kosi, Çiplaku, Deni, Dobidoli, Moqa Vogël, Brestoqi, Xherxha, Sapniqi. Edhe aty këtu ka pas dëme të tjera, të natyrave të tjera, për shembull Shembja Dheu ka pas probleme me rrjetin elektrik, janë rrezu shtyllat elektrike, edhe ne me gjitha ekipet e nevojshme kemi qenë të angazhuar plotësisht në terren me zjarrfiksit, kompanitë private kemi angazhuar, dhe të përmbrojtës me tim polici, dhe aktualisht është kanë pushur rreshtet, edhe është stabilizuar ndjeshëm gjendje. Shpresojmë që s'do të ketë rreshje të reja. Kemi vënë të hyrje në disa pjesë edhe me ekipet të shpëtimit. Kemi evakuar një familje që ka qenë Çiplak. 2 gratë moshuara kanë refuzuar se të dalin nga shtëpia, por ne kemi bindur që është e nevojshme se të dalin. Pastaj tash jemi në terren prapë, po nuk kemi një herë për ankese. Vazhdojnë ekipet e emergjente që t'jenë në terren për të qenë më afër familjeve të cilat janë prekur. Në këto pamje shihet që uji i rrëmbyeshëm ka prekur shumë shtëpi, ka hyrë brenda shtëpive. Ju keni kërkuar që qytetarët raportojnë dëmet e shkaktuara, por edhe problemet e tjera të cilat janë shkaktuar. Sipas ligjit, ne jemi të obliguar të mirëpresim ankesat, shqetësimet të dëmtuarve, nga kjo fatkeqësia elementare në tërë. Komisionin e kemi të themeluar, dhe ata do të bëjnë regjistrimin dhe vlerësimin e dëmeve, bashkërisht do të bëjmë raportin, do të dërgojmë në Komisionin Shtetëror për kompenzimin e dëmeve, edhe shpresojmë që do të kemi një mbështetje nga ana e shtetit që të kompenzohen maksimalisht ambistrit e dëmtuara, familjet, prona dëmtuar, pasuria, pas do të kemi në sepse kemi edhe infrastruktura publike, është dëmtuar si pasojë e rreshjeve, shembjeve, dëmtimeve të kanalizimeve, pastaj të rrugëve, shembje të rrugëve e tjera. Ju keni qenë vazhdimisht në komunikim të drejtë për drejtë me qytetarët, zot Latifi. Për çka janë më shumë të shqetësuar ata? Të thëmë të drejtën, ne kemi një mori investimesh në rregullimin e shtretërve të lëmejve problematik, pastaj
pastaj kemi hapur të gjitha vijat problematike ku janë pika kritike. Kemi pastru terrenin, po sasia reshjeve është e madhe dhe normalisht që ku të vinë prej gjitha anëve dhe në zonat e ulta ku të grumbullohen, edhe kur e kemi parasysh që drejni i bardhë e përshkon komunën tonë në një vit gjatë dhe rritet niveli i ujit mbi drejnin e bardhë, është padyshim që pashmangshëm tani janë edhe vështirësitë që krijohen. Po, ka vlerësime paraprake për nivelin e dëmeve të shkaktuara deri më tani? Jo, vlerësime paraprake s'mund të kemi ne, përderisa ne nuk kemi të adresuar zyrtarisht në Komisionin Komunal për regjistrimin e dëmeve, sepse kështu e parasheh uzimi administrativ tash, dhe në mënyrë që pastaj komisioni të del në bazë të kërkesave, edhe ankesat të del në terren, ta bëj evidentimin edhe vlerësimin në bashkëpunim me AME-n edhe antarët e komisionit shtetëror të vlerësimit dhe kompenzimit të dëmeve. Aktualisht po bieshi në Rahovec? Jo, për momentin jo. Edhe shpresoj që do të ketë, se nuk do të ketë atëherë, do të thënë ne këtë që kemi bërë deri tash, kemi bërë veprime të shumta dhe që t'i minimizojnë pasaj. Pavarësisht nuk ka dëme në njerëz, po dëmet në ambisëri me siguri janë, nuk mund të parashikojmë sa është deri atyre, se nuk e dim, mirë po edhe dëmet në përmbytjen e tokave bujqësore ka, është një fatbarësi që nuk ka të mjella ende, edhe po besojmë që krahas evidentimit edhe vlerësimit, ne do të jemi në gjendje për pak kohë që se stabilizohet koha të kemi, ta njoftojmë opinion në gjërë dhe sa është dera dëmeve të shkaktuara në ambisëri, në ekonomi familjare, bizneshe, infrastrukturë rrugore, infrastrukturë publike, e kështu me radhë. Edhe në bujqësi. Cili do të ishte mesazhi juaj për qytetarët e komunës Rahovecit në këto momente për ta tejkaluar apo për ta përballuar sa më lehtë këtë situatë krijuar nga vërshimet? Jemi duke bashkëpunuar edhe jemi vazhdimisht pranë tyre. Ne kemi themeluar posaçërisht për këtë qëllim edhe shtabin komunal për emergjencë. Ne jam të angazhuar gjatë Piksit, policia, Keçi, Karau Gjakova, pastaj Kryqi Koç, njësitë e mirëmbajtjes, kompanitë private, edhe gjithë ekipi i kryetarit komunës bashkë me kryetarin. Zoti Ismaili, faleminderit për kohën, urojmë që situata të jetë. Urojmë që ta kalojmë sa më lehtë dhe kujtojmë qytetarët që për çfarë do ankesë që kanë numrat emergjent janë, numrat tonë i kemi publik në mënyrë që ta kemi reagimin më të shpejtë dhe efikas. Patjetër. Atëherë, pra, ju keni kërkuar që qytetarët i paraqesin kërkesat e tyre te Komisioni Komunal për vlerësimin e dëmeve në mënyrë që të bëhet pastaj edhe evidentimi dhe vlerësimi sipas procedurave ligjore, por shpresojmë që të rreshurat do të ndërprehen edhe meqense nuk kemi njerëz të lënduar fatmirësisht, urojmë që dëmet të jenë sa më të vogla. Faleminderit për të lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Faleminderit.